Vëllezërit Binjak 67 vjeçar presin fëmijën e 12 të. Një histori jashtëzakonshme e familjes dhe jetës një lajm që ka habitur jo pak njerëz. Dy vëllezër Binjak, të moshës 67 vjeçare, janë në pritje të fëmijës së tyre të 12 të. Një ngjarje që duket pothuajse e pabesueshme për moshën dhe për ritmet e zakonshme të jetës. Gratë e tyre, rreth 30 vjet më të reja, janë gjithashtu në qendër të vëmendjes së mediave dhe komunitetit lokal, duke sjellë një kombinim të pazakontë të familjarizmit, moshës dhe rritjes së familjes. Një fillim i pazakontë të vëllezërit, të cilët kanë kaluar pjesën më të madhe të jetës së tyre duke u fokusuar në karrierë dhe familje, nuk e kishin menduar se do të përjetonin këtë fazë të jetës me kaq shumë ndryshime. Historia e tyre fillon disa dekada më parë, kur secili prej tyre vendosi të ndërtojë jetën personale dhe të krijojë familje. Sot, në moshën 67 vjeçare, ata kanë krijuar një familje të madhe, duke treguar se dashuria dhe përkushtimi nuk njohin kufi moshe. Gratë e tyre, rreth 30 vjet më të reja, kanë dhënë një kontribut të madh në këtë rrugtim. Të jesh bashkëshort me dikë 67 vjeç dhe të kesh një familje kaq të madhe është një eksperiencë e veçantë, thot një prej tyre, duke shtuar se çdo ditë sjell emocion dhe sfida të reja. Një familje që sfidon stereotipet në shoqëri. Shpesh ekziston një stereotip që lidhet me moshën e prindërve dhe aftësinë për të rritur fëmijë. Megjithatë, historia e këtyre binjakëve sfidon këto pritshmëri. Ata jo vetëm që kanë rritur 11 fëmijë më parë, por tani presin fëmijën e 12 të. Ky fakt ka ngjallur diskutime në media dhe rrjetet sociale për temën e paternitetit të vonë dhe fleksibilitetin e jetës familjare. Ekspertët shëndetësorë dhe psikologët e familjes shpjegojnë se, megjithse mosha mund të sjellë sfida fizike, përvoja dhe mençuria e gruas dhe burrit janë faktorë të rëndësishëm në edukimin dhe rritjen e fëmijëve. Prindërit më të moshuar shpesh kanë më shumë durim dhe përvojë, gjë që mund të jetë një avantazh i madh për fëmijët, thot një psikolog familjar. Jetesa me një familje të madhëritja e një familjeje kaq të madhe nuk është pa sfida. Vëllezërit dhe bashkëshortet e tyre duhet të organizojnë çdo ditë një logjistikë të kujdesshme, duke koordinuar kujdesin për fëmijët, shkollat, aktivitetet jashtëshkollore dhe, natyrisht, kujdesin për shëndetin e tyre. Është një punë e përditshme dhe nuk ka pushim, thot njëri prej binjakëve. Por çdo moment me fëmijët është i vlefshëm. Kur shikon sytë e tyre dhe përjeton emocionin e tyre, harrosh lodhjen dhe sfidat. Gratë e tyre, po ashtu janë të përfshira në një rutinë intensive. Një prej tyre shprehet: ndonjëherë është e lodhshme, por dashuria që marrim nga familja e madhe e bën gjithçka të vlefshme. Çdo fëmijë sjell diçka të re në familje, dhe kjo na mbush me energji dhe gëzim. Një shembull i veçantë i dashurisë dhe përkushtimit një aspekt tjetër që ka tërhequr vëmendjen e publikut, është fakti që këta vëllezër nuk kanë lejuar moshën të pengojë dëshirat dhe planet e tyre për të krijuar dhe zgjeruar familje. Përkundrazi, ata kanë shfrytëzuar përvojën e jetës dhe stabilitetin financiar dhe emocional për të ndërtuar një familje të madhe dhe të lidhur ngushtë. Ekspertët e marrëdhënieve shpjegojnë se lidhjet e forta dhe komunikimi i hapur janë thelbësore për suksesin e një familjeje të madhe. Kur të gjithë anëtarët e familjes ndihen të dëgjuar dhe të vlerësuar, bashkëjetesa bëhet më e lehtë dhe më e këndshme, thot një këshilltar familjar. Reagimet e komunitetit dhe mediash-historia e këtyre binjakëve ka bërë jehon të madhe në media dhe rrjetet sociale. Shumë njerëz shprehin habin dhe respektin e tyre për përkushtimin e tyre. Ka edhe kritika dhe dyshime, të cilat shpesh lidhen me sfidat shëndetësore dhe energjitike të prindërve më të moshuar. Megjithatë, familja vetë ka një qëndrim të qartë. Ne nuk i shqetësojmë mendimet e të tjerëve. Çdo ditë është një mundësi për të dashur dhe për të kujdesur për fëmijët tanë. Kjo është më e rëndësishmja. Historia e vëllezërve Binjak 67 vjeçar dhe familjeve të tyre është një dëshmi e gjallë se mosha nuk është pengesë për dashuri, për kushtim dhe zgjerimin e familjes. Ajo tregon se me durim, dashuri dhe organizim është e mundur të krijosh një mjedis të ngrohtë dhe të qëndrueshëm për fëmijët, pavarësisht sfidave që sjell jeta dhe moshat e ndryshme. Ky rast, i pazakontë dhe jashtëzakonshëm, është gjithashtu një thirrje për shoqërinë që të sfidojë stereotipet dhe të kuptojë se dashuria dhe familja nuk kanë kufi të caktuar. Vëllezërit Binjak dhe bashkëshortet e tyre janë një shembull i qartë se përkushtimi dhe pasioni për jetën dhe familjen mund të mbizotërojë çdo barrierë kohore. Jeta e përditshme dhe sfidat e një familje të madhe ndërsa shumë familje përballen me sfida të zakonshme të jetës së përditshme. Familja e këtyre binjakëve 67 vjeçar e ka këtë në një nivel tjetër. Me 11 fëmijë tashmë të rritur dhe një fëmijë të 12 të në pritje, çdo ditë kërkon një planifikim të detajuar dhe bashkëpunim të pandërprer. Rutina e mëngjesit fillon herët. Dy vëllezërit dhe bashkëshortet e tyre përpiqen që fëmijët të jenë në shkollë me kohë, ndërsa kujdesen për detajet e tjera të shtëpisë. Përgatitja e mëngjesit, ndarja e detyrave shkollore dhe përgatitja për aktivitetet jashtëshkollore
kërkojnë një koordinim të ngushtë mes tyre. Një prej binjakëve shprehet: "Mëngjeset janë më sfiduese, por janë gjithashtu momentet më të bukura. Kur i shoh fëmijët duke u përgatitur me energji, kuptoj që çdo përpjekje vlen. Për gratë e tyre, puna është po aq intensive." Një prej bashkëshorteve thotë: "Është një menaxhim i vazhdueshëm, por dashuria dhe buzëqeshjet e fëmijëve na japin forcë. Çdo moment ka vlerën e vet dhe më mëson durim dhe këmbëngulje." Edukimi dhe vlerat familjare një aspekt që i bën këta binjak dhe familjet e tyre të veçantë, është mënyra se si ata edukojnë fëmijët. Pavarësisht moshës së tyre, prindërit janë të angazhuar plotësisht në edukimin e tyre, duke u fokusuar jo vetëm tek shkollimi, por edhe tek vlerat, respekti dhe përgjegjësia. Ne nuk duam të jemi vetëm prindër që u japin fëmijëve gjithçka. Duam të mësojmë të jenë të pavarur, të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të kuptojnë rëndësinë e familjes, thot një prej binjakëve. Kjo filozofi duket se ka funksionuar. Fëmijët, edhe pse të shumt, tregojnë të përgjegjshëm dhe të bashkuar. Ata ndihmojnë njëri tjetrin dhe krijojnë një lidhje të fortë që shkon përtej marrëdhënies normale midis vëllezërve dhe motrave. Përballja me moshën dhe shëndetimi nga sfidat më të mëdha për binjakët është mosha. Në moshën 67 vjeçare, energjia dhe shëndeti kërkojnë vëmendje të veçantë. Ata ndjekin rregulla të rrepta ushqimore, kryejnë kontrolla shëndetësore të rregullta dhe përpiqen të mbajnë një ritëm të shëndetshëm për të siguruar që mund të përballojnë përditshmërinë e familjes. Ne nuk e mohojmë që është e lodhshme, por kemi mësuar të menaxhojmë energjinë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Një ditë e zakonshme është ngarkuar, por është plot gëzim, thot një prej tyre. Psikologët që ndjekin këtë histori nënvijojnë se prindërit më të moshuar shpesh kanë një qasje më të ekuilibruar dhe më të mençur ndaj fëmijëve, duke përdorur përvojën e jetës për të trajtuar situata që prindërit më të rinj mund t'i hasin me stres dhe padurim. Reagimi i komunitetit historia ka tërhequr reagime të shumta në komunitet. Ndërsa shumë njerëz janë të habitur dhe shprehin respekt për vendosmërinë dhe dashurinë e binjakëve për familjen, ka edhe mendime kritike që lidhen me rrezikun shëndetësor dhe sfidat që mund të hasin fëmijët me prindër të moshuar. Një pjesë e mediave sociale kanë komentuar: "Është e pabesueshme, por a do të mund të përballojnë gjithçka fizikisht? Dashuria nuk ka kufi moshe." Ky është një shembull i jashtëzakonshëm i përkushtimit. Binjakët nuk e marrin parasysh kritikat. Ata janë të fokusuar tek familja dhe tek dashuria që kanë për secilin fëmijë. Një nga bashkëshortet e tyre shprehet: "Çdo ditë është një dhuratë. Nuk kemi kohë të shqetësohemi për mendimet e të tjerëve. Ne krijojmë familjen tonë ashtu siç duhet të jetë, me dashuri dhe respekt." Perspektiva për fëmijën e 12, të fëmia i 12, të që është në pritje për familjen e madhe, është gjithashtu një motiv emocionues për binjakët. Ata e përjetojnë këtë shtesë si një mundësi për të përforcuar lidhjet mes fëmijëve dhe për të sjellë gëzim dhe energji të reja në familje. Ne e presim me padurim. Çdo fëmijë ka një mënyrë të veçantë për të ndryshuar dinamikën e familjes. Ky fëmijë i 12 të do të sjellë më shumë dashuri dhe lumturi, thot një prej binjakëve. Fëmijët, emocionet dhe perspektiva për të ardhmen fëmijët janë qendra e çdo familjeje. Dhe në rastin e këtyre binjakëve 67 vjeçar, kjo duket edhe më e theksua. Të rritur mes një familje të madhe, ata mësojnë jo vetëm dashurinë, por edhe përgjegjësinë, bashkëpunimin dhe vlerat e forta të familjes. Të kesh 11 vëllezër dhe motra do të thotë gjithmonë të kesh dikë për të mbështetur, për të mësuar dhe për të qeshur, thot një prej fëmijëve të mëdhenj. Kur të vi fëmia i 12 do të jetë një pjesë e re e kësaj familje të bukur dhe e lidhur ngushtë. Një fëmijëri unik e fëmijët e këtyre binjakëve rriten në një mjedis ku secili ka një rol të veçantë. Ata mësojnë të ndajnë detyra, të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të respektojnë ndryshimet e njëri tjetrit. Një prej prindërve thotë: "Çdo fëmijë ka karakterin e vet, por ne mësojmë të gjithë të jetojmë së bashku, të respektojmë njëri tjetrin dhe të jemi të bashkuar." Fëmijët janë gjithashtu kurioz për moshën e prindërve të tyre. Ata e kuptojnë se ka sfida fizike dhe emocionale që lidhen me moshën e madhe, por përpiqen të jenë të ndihmshëm dhe të përgjegjshëm. Kjo i ndihmon ata të zhvillojnë pjekuri dhe empati që fëmijët e zakonshëm shpesh e mësojnë më vonë në jetë. Perspektiva shoqërore dhe emocionet e komunitetit ngjarja e binjakëve ka tërhequr jo vetëm vëmendjen e mediave, por edhe reagime të ndryshme nga komuniteti. Disa njerëz e shohin këtë si një shembull frymëzues të përkushtimit ndaj familjes, ndërsa të tjerë shprehin shqetësime për sfidat fizike dhe psikologjike të një familjeje kaq të madhe me prindër më të moshuar. Një prej fqinjëve thotë: "Është e jashtëzakonshme sa të angazhuar janë për fëmijët e tyre. Ata i japin familjes prioritet dhe kjo është diçka për t'u respektuar." Emocionet e komunitetit janë të ndryshme, por një gjë duket e qartë. Historia e tyre ka hapur një debat të vlefshëm mbi moshën,
prindërimin dhe rëndësinë e familjes si një qendër e dashurisë dhe solidaritetit. Reflektimi mbi të ardhmen për binjakët. Çdo ditë është një mundësi për të ndërtuar marrëdhënie të forta me fëmijët dhe për të përgatitur rrugën për fëmijën e 12 që do të vijë. Ata e shohin të ardhmen me optimizëm, duke kuptuar se dashuria dhe përkushtimi janë çelësat për një familje të lumtur. Ne nuk e dim çfarë sfidash do të na sjellë jeta, por e dim që do t'i përballojmë së bashku. Fëmijët tanë janë motivimi ynë i madh, thot njëri prej binjakëve. Bashkëshortet e tyre ndajnë të njëjtin qëndrim. Çdo ditë mësojmë diçka të re nga fëmijët tanë. Ata na kujtojnë rëndësinë e momentit dhe dashurisë së pakushtëzuar. Historia e këtyre binjakëve është më shumë se një lajm i pazakont. Ajo është një shembull i qartë se familja, dashuria dhe përkushtimi nuk kanë kufi moshe. Ajo tregon se, pavarësisht stereotipeve dhe pritshmërive shoqërore, njerëzit mund të krijojnë lidhje të forta dhe të rrisin një familje të madhe me sukses, edhe në moshë të avancuar. Ekspertët familjare përshkruajnë këtë rast si një model unik të menaxhimit të familjes dhe komunikimit mes gjeneratave, duke nxjerrë në parë rëndësinë e durimit, bashkëpunimit dhe dashurisë së pakushtëzuar. Çdo familje ka sfidat e veta, por ajo që i bën këta binjak të veçantë është mënyra se si ata kanë integruar përvojën dhe pjekurinë e tyre në edukimin e fëmijëve. Kjo është një mësim për të gjithë ne, thot një këshilltar familjar. Përfundimi i historisë në fund. Historia e binjakëve 67 vjeçar dhe familjeve të tyre nuk është thjesht një lajm i pazakont. Ajo është një tregim i gjallë i dashurisë, përkushtimit dhe mbështetjes reciproke, që tregon se mosha nuk duhet të jetë kurrë një pengesë për të ndjekur dëshirat dhe ëndrat. Fëmijët e tyre, të rritur mes një familje të madhe, do të marrin shembullin e një bashkëtese të fortë dhe të dashur, duke kuptuar se familja nuk matet me numrin e viteve, por me dashurinë, kujdesin dhe lidhjen emocionale që mbështet çdo antar. Ky rast është një histori frymëzuese dhe jashtëzakonshme, që do të vazhdojë të inspirojë jo vetëm komunitetin lokal, por edhe një audiencë më të gjerë, duke sfiduar pritshmëritë dhe stereotipet mbi familjen, prindërimin dhe moshën. Emocionet, reflektimet dhe dimensioni njerëzor i historisë, ndërsa historia e binjakëve 67 vjeçar ka tërhequr vëmendje për faktin e jashtëzakonshëm të një familje kaq të madhe. Ajo ka edhe një dimension më të thellë emocional dhe njerëzor. Nuk është thjesht çështje e moshës apo numrit të fëmijëve, por e mënyrës se si dashuria dhe përkushtimi e bëjnë jetën më të plotë dhe më të kuptueshme. Reflektimi i binjakëve mbi jetën nga binjakët thotë: kur e shoh familjen time, kuptoj që çdo sakrificë dhe çdo përpjekje kanë qenë të vlefshme. Nuk ka rëndësi mosha. Çdo ditë me fëmijët është një dhuratë. Të dy binjakët ndajnë se përtej sfidave fizike, ata ndihen të pasuruar shpirtërisht nga prania e fëmijëve. Energjia që marrim nga fëmijët është e papërshkrueshme, thot tjetri. Kur të shohësh një buzëqeshje të pastër, harrosh lodhjen dhe çdo shqetësim. Ata gjithashtu flasin për rëndësinë e bashkëpunimit me bashkëshortet e tyre, të cilat janë partnerët e vërtet në këtë udhëtim. Një marrëdhënie e fortë, thon ata, është çelësi për suksesin e një familje të madhe. Bashkëshortet, kujdes, durim dhe dashuri e pakushtëzuar gratë e tyre, të cilat janë rreth 30 vjet më të reja, ndajnë një histori të veçantë mbi sfidat dhe bukurinë e kësaj jete. Një prej tyre shprehet: të jesh pjesë e një familjeje kaq të madhe kërkon durim dhe organizim, por mbi të gjitha dashuri. Çdo fëmijë sjell një energji të re dhe na kujton se jeta është e bukur. Ato flasin gjithashtu për emocionet e pritjes së fëmijës së 12 një përzierje e padurimit, gëzimit dhe reflektimit mbi atë se si kjo shtesë do të ndryshojë dinamikën e familjes. Është emocion i veçantë, thot një prej tyre, dhe e dim që çdo fëmijë që vjen na mëson diçka të re mbi dashurinë dhe durimin. Perspektiva e fëmijët, të cilët kanë lindur dhe janë rritur në këtë familje të madhe, ndajnë gjithashtu emocionet e tyre. Ata flasin për lidhjet e ngushta që kanë krijuar me vëllezërit dhe motrat, si dhe për pritjen e fëmijës së 12 të kesh kaq shumë vëllezër dhe motra është e jashtëzakonshme. Ne mësojmë çdo ditë të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të jemi bashkë, thot një prej fëmijëve më të mëdhenj. Ata e shohin fëmijën e arshëm si një mundësi për të krijuar marrëdhënie të reja dhe për të forcuar më tej lidhjet brenda familjes. Sfida dhe optimizmi megjithse përditshmëria me një familje kaq të madhe është e ngarkuar dhe shpesh kërkon energji të madhe. Binjakët dhe bashkëshortet e tyre nuk e shohin këtë si pengesë. Ata kanë gjetur mënyra për të menaxhuar lodhjen, stresin dhe sfidat fizike të moshës së madhe. Ne kemi mësuar të punojmë së bashku dhe të ndajmë detyrat, thot një prej binjakëve. Është ky bashkëpunim që e bën çdo gjë të mundur. Ekspertët vënë në dukje se kjo histori është një shembull i jashtëzakonshëm i pjekurisë dhe menaxhimit familjar, që mund të shërbejë si inspirim për familjet e tjera që përballen me sfida të ndryshme. Dimensioni njerëzor dhe frymëzimi përtej statistikave dhe lajmeve, historia e binjakëve tregon një të vërtetë më të thellë.
se dashuria dhe përkushtimi mund të mbizotërojnë mbi çdo barrierë të jetës, përfshirë moshën. Ajo tregon se familja nuk është vetëm një vend ku lindin fëmijët, por një hapësirë ku lidhen emocionet, vlerat dhe kujdesi i pakushtëzuar. Çdo moment me fëmijët është një kujtim i çmuar. Nuk ka rëndësi sa vite kemi, por sa dashuri japim dhe marrim, thot një prej binjakëve. Perspektiva sociale, ekspertësh dhe reflektimi për të ardhmen historia e binjakëve 67 vjeçar që presin fëmijën e 12 të nuk është thjesht një ngjarje personale, por një pasqyrë jashtëzakonshme e dinamikës familjare dhe ndikimit shoqëror të familjeve të mëdha. Ajo ofron mësime për komunitetin dhe tregon se dashuria dhe përkushtimi janë mbi çdo stereotip apo pritshmëri sociale. Statistikat dhe konteksti sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetit dhe studimeve të sociologjisë familjare. Mesatarja e lindjeve për prindërit mbi 60 vjeç është shumë e ulët. Rastet ku binjakët ose individët në moshë të madhe presin fëmijë të rinj janë jashtëzakonisht të rralla. Familjet me mbi 10 fëmijë përbëjnë më pak se 1% të popullsisë globale. Prindërit mbi 65 vjeç që rrisin fëmijë aktivisht janë një fenomen që shkakton diskutime të gjera mbi shëndetin, energjinë dhe rolin shoqëror të familjes. Në këtë kontekst, familja e binjakëve paraqet një rast unik që sfidon të gjitha pritshmëritë statistikore. Këndvështrimi i ekspertët e familjes dhe psikologët vënë në dukje se prindërit më të moshuar shpesh kanë avantazhe psikologjike. Mençuri, durim dhe aftësi për të komunikuar me fëmijët në mënyrë më të qetë dhe të ekuilibruar. Prindërit më të moshuar kanë një përvojë të pasur jetësore që i ndihmon të menaxhojnë konfliktet dhe të edukojnë fëmijët me qetësi dhe pjekuri, shpjegon një psikolog familjar. Një këshilltar i njohur i familjes thot gjithashtu: edhe pse sfidat fizike janë reale, përvojat e jetës dhe bashkëpunimi i ngushtë me partnerin e jetës mund të bëjnë diferencë. Kjo familje është një shembull i jashtëzakonshëm i menaxhimit të një familjeje të madhe dhe të lidhur ngushtë. Zëri i fëmijëve, fëmijët e familjes, janë gjithashtu pjesë e kësaj historie. Ata ndajnë emocionet dhe pritshmëritë e tyre për fëmijën e ardhshëm. Të kesh 12 vëllezër dhe motra do të thotë gjithmonë të kesh dikë për të luajtur, për të mësuar dhe për të ndihmuar. Ne presim fëmijën e ri me shumë gëzim, thot një prej tyre. Çdo fëmijë sjell një energji të re në familje, thot një tjetër. Ne mësojmë të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të jemi bashkë. Fëmijët e mëdhenj po ashtu shprehin një ndjenjë krenarie dhe përgjegjësie, duke kuptuar se janë pjesë e një familje të veçantë dhe që do të kenë rol në edukimin dhe mirëqenien e fëmijës së 12 të. Impakti shoqëror dhe mësimet për komunitetin ngjarja kanë nxjerrë në pa disa mesazhe të rëndësishme për shoqërinë. 1. Mosha nuk është pengesë për dashurinë dhe krijimin e familjes. Historia tregon se përkushtimi dhe dashuria mund të mbizotërojnë mbi kufizimet fizike. 2. Familjet e mëdha kërkojnë organizim, durim dhe bashkëpunim. Binjakët dhe bashkëshortet e tyre janë shembull i menaxhimit të sfidave dhe koordinimit të përditshëm. 3. Vlerat dhe edukimi janë thelbësore. Fëmijët rriten duke mësuar përgjegjësi, solidaritet dhe respekt reciprok. 4. Dashuria dhe përkushtimi janë më të rëndësishme se statistikat. Ngjarjet e rralla, si kjo, tregojnë se përvoja dhe durimi shpesh mbizotërojnë mbi probabilitetet e ulta statistikore.